I nderuari kryetar Magjistër Nagip Arifi, kryetar I Forumit Rinor Arber Pajaziti dhe gjithë ju të pranishëm. Ju përshëndes në emrin tim personal dhe në emër të Forumit të Gruas të Partisë Demokratike. Një shoqëri e kompletuar nuk mund të ekzistojë pa femrën emancipuar. Por shoqëria ende nuk I ka kushtuar rëndësi të duhur femrës, që ajo të jetë e barabartë në çdo sferë të jetës. Barazia gjinore duhet të jetë në qendër të politikave sociale. Partia Demokratike e ka parapar një gjë të tillë, duke ju përmbajtur programit që ka hartuar. Ajo do të përmirësoj statusin e gruas në shoqëri, rritjen e rolit të saj në qeverisje, vetëm për të mos qenë si objekt dekorues, por të jetë kyçur në të gjitha proceset vendimarrëse. Ne gratë me Partinë Demokratike ndjehemi më të fuqishme, më të guximshme. Femra duhet të luftojë që të fitojë të drejtat e saja. Të shem mbi muret e shoqërisë patriarkale dhe t'i kushtojmë rëndësi arsimimit të fëmijëve tanë. Ju flas kështu në emër të një nëne sepse dhe vetë kam fëmijë. Ne jemi faktori kryesor për edukimin e fëmijëve tanë. Punoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, duke rrumbullaksuar numrin 1, sepse fitoria është në pëllëm të dorës. Sepse në sytë tuaj dhe prioritjet tuaj ndjehet fitoria jonë. Partia Demokratike është ajo që na orienton drejt një rrugë të drejtë. Urime fitoria. Kisha dashur që lus për disa sekonda, duke qenë nuse e Vërbanit, në fshatin Bilaç ekzistojnë mbi 40 shtëpi Vërbanas. Andaj apeloj tek ju që me datën 6 maj të jepni votën, sepse do të votoni dhe kandidatët e listës që janë të përzgjedhur për këshilltar të mundshëm të komunës së Bojanocit. Ju faleminderit.